السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. Në vazhd të përmendjes së betejës së Tebukut, edhe sot vijoi të njëjtën temë. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u nis për këtë betejë, historia na tregon se pas nisjes së ushtrisë islame për në Tebuk, profeti sallallahu alaihi wasallam bëri ndalesën e parë në Dhu Khushab, një vend që ndodhet në një natë udhëtim larg Medines, në rrugën për në Shamin e atëhershme. Aty kishte shumë burime ujë. Në atë vend, profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të bashkonte namazin e drekës me ikindin dhe vazhdoi kështu gjatë gjithë udhëtimit, duke i falur drekën me ikindin dhe akshamin me yatsin së bashku. Detajet e plota për çdo vend ku u ndal gjatë udhëtimit nuk janë regjistruar, por disa prej tyre janë përmendur me emra, të cilët nëse jepet mundësia do të përmenden më vonë, inshallah, do t'ju asjell. Hazrat Muaz bin Jabali transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë betejës së Tebukut, nëse nise para se dielli të kalonte zenitin, e vononte drekën derisa vinte koha e kindis dhe i bashkonte dy namazet. Dhe po kështu, nëse kalonte dielli zenitin para se të nise, atëherë i bashkonte namazet drekën dhe ikindin, pastaj nise. Kështu edhe për rastin akshamit dhe yatsin. Nëse nise përpara perëndimit të diellit, e vononte akshamin dhe e bashkonte akshamin dhe yatsin, dhe në qoftë se do të kishte perënduar dielli, atëherë i bashkonte namazet akshamin dhe yatsin dhe pastaj nise. Gjatë këtij udhëtimi përmendet që Hazrat Abdurrahman bin Aufi pati nderin të udhëhiqte namazin. Hazrat Mughira bin Shoba tregon, ai mori pjesë në betejën e Tebukut me profetin sallallahu alaihi wasallam. Para namazit të sabahut, profeti sallallahu alaihi wasallam doli për nevojat e tij personale dhe Mughira mori me vete një enë me ujë. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u kthye, Mughira filloi ti derte ujë mbi duar për abdes. Pra Hazrat Mughira po qëndronte tek një distancë, dhe kur profeti u kthye, Mughira filloi t'i derte ujë mbi duar për abdes. Profeti sallallahu alaihi wasallam i lau duar 3 herë. Pra po tregon se si profeti merrte abdes. Më pas fytyrën, dhe siç përshkruhet, pra për vuzu. Për shkak se mëngët e rrobës, mëngët e mantelit ishin të ngushta, i nxori duart nga poshtë mantelit dhe
I lau deri në bryla. के नीचे से निकाल कर कोनियों तक धोए। Pastaj फिर आपने profeti sallallahu alaihi wasallam bëri mes मसा किया, mbi çorapet. Pra I fshiu çorapet me duar. उनको साफ किया। Pas kësaj ata ecën përpara dhe arritën aty ku Hazrat Mughira thot, edhe unë bashkova me profetin, pra të dy ata shkuan dhe arritën aty ku Hazrat Abdurrahman bin Aufi kishte filluar tashmë namazin. Profeti sallallahu alaihi wasallam arriti në rekatin e dytë dhe u bashkua në falje. और आपने दूसरी रकत लोगों के साथ पढ़ी। Kur Hazrat Abdurrahmani अब्दुर्रहमान बिन औफ bin Aufi dha selam, pra përfundoi namazin, profeti sallallahu alaihi wasallam u ngrit për të plotësuar namazin e tij. Disa sahabë u shqetësuan nga kjo dhe filluan ta thoshin subhanallah, नबी सल्लल्लाहु pra filluan të bënin tasbih. Por pasi profeti sallallahu alaihi wasallam përfundoi, u kthye nga ata dhe tha se kishin vepruar mirë duke filluar namazin në kohën e duhur. अपने वक्त पर अदा करने की वजह से उनकी तारीफ की। Në rrugtimin e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi edhe pranë ranojave të popullit të Themudit, të njohur si populli i Hijrit. वसल्लम ने Hazrat Ibn Omer I rëfen se kur profeti sallallahu alaihi wasallam ndaloi në Hijr gjatë betejës së Tebukut, ai I udhëzoi shokët e tij që të mos pinin ujë nga pusët e tij atij vendi dhe të mos I jepnin ujë kafshëve nga ai ujë. तो उसके पानी से आटा गूंथ लिया। Sahabët thanë, ne kemi zier brumin me atë ujë dhe kemi ujitur kafshët tona. उन्होंने उन्हें शाद Profeti tha, hidheni atë brum dhe derdhni edhe ujin që keni marrë. इस पानी को भी उंडेल दो। Në disa rëfime thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që ushqimi I përgatitur me atë ujë të hidhe. Në një version tjetër thuhet se ai u tha, mos pini ujë nga ai pus, mos bëni abdes me të. Ujin me të cilin keni përzier brumin jepjani deveve, por vetë mos e konsumoni. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना इस कुएं का पानी पियो और ना इससे वज़ू करो, बल्कि इसके पानी से जो आटा तुमने गूंथा Në një उसे ऊँटों को खिलाओ। tjetër transmetim, profeti sallallahu alaihi wasallam एक दूसरी रवायत I udhëzoi që të merrnin ujë vetëm nga pusi ku pinte deveja e Hazrat Salihut dhe jo nga ndonjë pus tjetër. ये जो कुआं था जिसे मना किया था वहाँ से नहीं लेना। Pra të merrnin ujin vetëm nga ai pus ku deveja e Hazrat Salihut pinte. Sipas komentuesit të njohur të Buhariut Ibn Hajar Asqalani, profeti sallallahu alaihi wasallam e dinte vendodhjen e atij pusi përmes shpalljes hynore. Në një rrëfim tjetër thuhet se kur profeti sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë rënojave të Hijrit, tha: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया mos hyni në vendbanimet e atyre që kanë bërë padrejtësi, përveç se me frikë dhe me lot në sy, duke ju lutur Allahut që të mos ju ndodh ajo që u ndodhi atyre. वादा तुम्हें वो मुसीबत पहुंचा Pra duhet të kesh shumë frikë kur kalon pranë vendeve të tilla. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam mbuloi fytyrën me mantelin e tij dhe e përshpejtoi kalrimin derisa kaloi luginën. एक रिवायत में है कि आपने Pra- अपना सर ढांप लिया। Përmendet edhe kjo në një rrëfim që profeti sallallahu alaihi wasallam e mbuloi fytyrën dhe e shpejtoi për ta kaluar luginën sa më shpejt. Ky vend Hijr ndodhet midis Medinës dhe Tebukut dhe është I njohur sot si ये इलाका वहाँ पर हज़रत सालेह की कौम pra aty ndodhe populli I Salihut Themud. Ky vend quhet Hijr. आजकल ये इलाका Tani është I njohur si Medain Salih. नाम से मशहूर है। अल्लाह ने इस कौम को कसीर नेमत Populli I Hazrat Salihut jetonte aty I bekuar me shumë begati, arë të gjelbra, burime ujë, kopshte me hurma dhe fruta të ndryshme. Zoti I kishte bekuar ata. सलाहियत के हामिल Ata kishin fuqi dhe aftësi të rralla deri në atë pikë sa करने वाले थे। gdhendnin shtëpit në male. कुदरती Allahu I kishte bekuar tema se shumë. यहाँ तक
Pra potenciali I tyre ishte aq I madh sa gdhenin shtëpi nëpër male. Deveja Hazret Salihut ishte një shenjë hyjnore për ta, por ata e therën atë dhe për shkak të këtij akti Allahu I shkatërroi me ndëshkim. Në Kuranin e shenjtë ky popull përmendet si Ashab el-Hijr, pra banorët e Hijrit, dhe ekziston dhe një sure që mban emrin el-Hijr në Kuranin e shenjtë. Në këtë udhtim ndodhi edhe ngjarja e humbjes së devës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur profeti, pra të dhënat e kësaj ngjarje është kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte duke udhëtuar drejt Tebukut, në një vend përgjatë rrugës, deveja I tij e njohur me emrin Kasuah u humb. Sahabët dolën menjëherë për ta kërkuar. Në atë kohë, pranë profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhe Hazret Ammara bin Hazm, I cili kishte marrë pjesë në betimin e Akebas dhe ishte ndër sahabët që kishin marrë pjesë në betejën e Bedrit. Në çadrën e Hazret Ammares ndodhe një njeri me emrin Zeid bin Thelt, që më parë I përkiste fisit hebre Benu Kainka e pastaj u konvertua në Islam. Megjithatë, ai nuk kishte besim të fortë dhe shfaqte shenja hipokrizie, çka u dëshmua edhe në këtë rast. Kur deveja e profetit sallallahu alaihi wasallam u humb, Zeidi tha në çadër, ndërsa Hazret Ammare ishte te profeti, vall, a nuk thot Muhamedi se është profet dhe se di çfarë zbret nga qielli, se di lajmet nga qielli, atëherë si ka mundësi që nuk e di ku ndodhet deveja e tij? Në atë moment, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ishte me Hazret Ammaren, tha, një njeri tha se Muhamedi pretendon se është profet dhe se ua tregon njerëzve lajmet e qiellit, ndërsa vet nuk di ku ndodhet deveja e tij. Pasha Zotin, tha profeti, pasha Zotin, unë nuk di asgjë nga e fshehta, nga e padukshmja, përveç asaj që Allahu më mëson mua. Çdo gjë, tha profeti, çdo gjë që më njofton Allahu, unë ua tregoj njerëzve dhe tani Allahu më ka treguar edhe për devën time. Ajo ndodhet në një gryk të caktuar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam tregoi me dorë drejt asaj gryke. Tha, litarin e saj e ka kapur një deg peme. Pra kishte ngecur litari në një deg peme, shkoni dhe ma sillni. Tha, sahabët u nisën dhe e gjetën devën pikërisht aty ku kishte treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, me litarin e saj të mbështjellë rreth një dege. Kur Hazret Ammare u kthye në çadrën e tij, tha, pasha Zotin, sot ndodhi një ngjarje e mrekullueshme. Profeti sallallahu alajhi wasallam tregoi për fjalët që kishte thënë dikush, të cilat Allahu ja kishte bërë të ditura. Njëri nga njerëzit në çadër I tha, pasha Zotin, ato fjalë që sapo përmende, Zeidi I tha pak më parë, para se të vijë ti. Atëherë, pra ai personi që ishte ulur, atëherë Hazret Ammara e kapi Zeidin për jak dhe tha, o njerëz të Allahut, në çadrën time kishte një gjarpër dhe unë nuk e dija, sot e zbulova. O Zeid, pres sot nuk dua më asnjë lidhje me ty. Disa dietar mendojnë se Zeidi më vonë u pendua dhe u kthye në rrugë të drejtë, por disa të tjerë thonë se vazhdoi me hipokrizi dhe vdiq në atë gjendje. Në një rrëfim përmendet se sahabiu që gjeti devën sipas vendit që tregoi profeti sallallahu alajhi wasallam ishte Harith bin Khuzaima. Në këtë udhëtim edhe rezervat ushqimore, pra ushqimi dhe pijet, filluan të paksoheshin. Sipas një rrëfimi të Hazret Ebu Hurejras, gjatë udhëtimit për në Tebuk, sahabët u përfshin nga uria e madhe dhe thanë, u I dërguri Allahut, nëse na lejon, do të therim disa nga devet që bartin ujë, që të ham mishin dhe të përdorim dhjamin e tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam u tha, në rregull, bëni ashtu. Por kur Hazret Omeri dëgjoi për këtë, ai erdhi dhe tha, o I dërguri Allahut, nëse e bëni këtë, do të paksohen mjetet e udhëtimit. Më mirë
urdhëro që secili të sjellë ushqimin që i ka mbetur dhe pastaj bëj dua për bekimin në të. Ndoshta Allahu do të vërë bekim në të. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kjo është ide e mirë. Pastaj kërkoi rrëfimtari thotë, për profeti kërkoi një pëlhur lëkure që ushtrisi sofër dhe urdhëroi që të sillnin çdo gjë që kishin. Dikush solli një grusht grur, dikush pak hurma, dikush një copë buke e kështu me radhë, derisa mbi sofrën u grumbullua pak ushqim. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri dua për bekim dhe pastaj tha, merrni dhe mbushni enet tuaja. Ata i mbushën të gjitha dhe nuk mbeti asnjë enë bosh në ushtri. Të gjitha u mbushën plot. Pastaj të gjithë hëngrën, u ngopën dhe madje mbeti edhe ushqimi i tepërt. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha, dëshmoj se nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i tij. Ai që takohet, tha profeti, ai që takohet me Zotin me këto dy dëshmi, pa asnjë dyshim në zemrën e tij, nuk do të ndalohet nga xheneti. Në këtë udhtim ndodhi edhe një ngjarje tjetër shumë interesante. Pra, ngjarje e një grindje mes dy njerëzve, Hazrat Yala bin Umayya Rafen, unë isha me profetin sallallahu alaihi wasallam në betejën e Tebukut, një nga shërbëtorët e mi u përlesh me një burr tjetër. Njëri kafshoi dorën e tjetrit. E ky ja tërhoqi dorën me forcë dhe si pasojë tjetrit i u thyen dy dhëmb të përparëm. Pra, kaq fort i kishte kapur ai, sa kur i shtrëngoi, ati i ran dy dhëmb të përparëm. Pastaj ata shkuan te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai që kishte humbur dhëmbët kërkoi dëmshpërblim. Pra, mi rrezoi dhëmbët, më jep dëmshpërblim, tha ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që nuk kishte dëmshpërblim për të dhe tha, a do ta linte dorën e tij në gojën tënde që ti ta kafshoje derisa ta coptoje? Ai veproi për të mbrojtur. Pra, profeti sallallahu alaihi wasallam sqaroi se dëmshpërblimi jepet vetëm sipas rrethanave reale. Nuk mund të jepet padrejtësisht, pa e vlerësuar drejt situatën. Po kështu, në mesin e ngjarjeve të udhëtimit për në Tebuk përmendet edhe rrëfimi i Hazrat Humeid Saadit, i cili tregon se gjatë udhëtimit, kur profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij arritën në luginën e Kurës, atje ndodhe një kopsht hurmash. Profeti sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve, mendoni se sa hurma mund të ketë këtu? Secili dha mendimin e vet dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, mendoj se do të ketë rreth 10 wesk, domethënë afërsisht 1800 kg hurma. Në atë moment ishte e pranishme edhe gruaja që ishte pronare e kopshtit, pra e pemishtes, dhe profeti i tha, kur ti mbledhësh hurmat, mbaje mend saktësisht peshën. Rrëfimtari thot se gjatë kthimit nga Tebuku, kur kaluam sërish aty, e pyetëm atë grua, sa hurma dolën nga nga pemishtja, ajo u përgjigj saktësisht 10 wesk, pra aq sa kishte parashikuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Po ky rrëfimtar tregon se kur arritëm në Tebuk, profeti tha, bëhuni të kujdesshëm, sonte do të fryjë një erë shumë e fortë. Asnjë person të mos qëndrojë në këmbë dhe kush ka deve, le t'i lidh gjunjët e tyre. Kushdo që detyrohet të dalë për ndonjë nevojë, le të dalë jo vetëm, por me shoqërues. Pra 2 veta, tha profeti. Duket se profeti sallallahu alajhi wasallam e kishte kuptuar ardhjen e stuhisë ose Allahu ja kishte zbuluar këtë përmes shpalljes. Sahabët rrëfejnë se i lidhëm devet siç urdhëroi profeti dhe atë natë shpërtheu një stuhi e fortë. Një njeri që kishte qëndruar në këmbë u mor nga era dhe u hodh në malet e fisit taj. Në një rrëfim tjetër thuhet se 2 burra nga fisi Benu Sada nuk e zbatuan udhëzimin, njëri doli vetëm për nevoja personale e tjetri vetëm për të kërkuar deven e tij. I pari u sëmur nga dhimbje e fytit, khanak pra, është një sëmundje e fytit, ndërsa i dyti u mor nga era
dhe u hodh mes dy maleve të fisit Taj. तलाश में निकल Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u mori vesh, tha: "Vall, a nuk ju kam ndaluar që të dilni vetëm?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्ला हुई Për atë që u sëmur, profeti bëri dua बाहर निकल dhe ai u shërua. इनमें से जो बीमार हो गए थे Ai u shërua pra, ndërsa ata që u hodhën në male më vonë u gjetën dhe u sollën në Medinë nga njerëzit e vet fisit Taj. उनको खुद Në një rrëfim tjetër thuhet se pas asaj stuhie njerëzit nuk kishin më ujë. Pra kur gëzin nuk kishin më ujë. Ata ju drejtuan profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ai bëri dua. Pra ai bëri lutje. Atëherë Allahu dërgoi një re e cila shkrepi shi mbi ta, aq sa mbushën të gjitha enet dhe u ngopën me ujë. पर Një rrëfim tjetër, ने अपनी मशकें भर ली pra और अपनी në udhëtimin për në Tebuk, ndodhi edhe një ngjarje tjetër mrekullisht. Hazret Ibn Abbas i tregon se një herë disa i than Hazret हज़रत इब्न अब्बास Omerit बयान करते हैं na trego diçka për betejën e Tebukut. Ai tha: "Ne u nisëm në vapën më të madhe të verës. Na pushtoi etja aq shumë sa menduam se qafat do të na këputeshin nga etja. हमें प्यास लाहक हो Pra u ndaluam diku dhe यहाँ aty यूं महसूस हुआ kishim këtë vështirësi. Kushdo që shkonte të kërkonte ujë, nuk kthehej më dhe mendonim se kishte vdekur. तलाश में जाता Disa thernin, njëri theri deven e tij करते कि शायद वो मर गया dhe pra sot disa thernin deven e tyre dhe nxinin ujë nga stomaku i saj për ta pirë, ndërsa pjesën tjetër e ruanin për më vonë. कि बच जाने वाले हिस्से को अपने पेट में रख लेता था Pra ruante ujin aty ku ata kishin pra këtu bëhet fjalë për bidonin. तो मेरा ख्याल Atëherë Hazreti Abu Bekri radhiyallahu anhu i tha profetit: "O i dërguari i Allahut, Allahu e ka vënë bekimin në lutjet e tua. Lutu për ne." अल्लाह ताला Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "A dëshironi që unë të bëj dua për ju?" Ata thanë: "Po." नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया Profeti sallallahu alaihi wasallam ngriti duart për dua मैं दुआ करूं dhe para se ti ulte u shfaq një re që i mbuloi dhe filloi të bjerë shi. Të gjithë mbushën enet e tyre me ujë. Më pas, kur shikuan për rreth, बारिश शुरू हो pan se shi kishte rënë vetëm mbi vendin ku ndodhe ushtria e jo më larg. बाद हमने इस बात का जायजा लिया Po ashtu përmendet edhe mrekullia e burimit të Tebukut. Hazret Muaz bin Jebeli Rafen कि मोइज़े का भी जिक्र मिलता है ne udhëtuam me profetin sallallahu alaihi wasallam gjatë vitit të betejës së Tebukut. Ai bashkonte namazet, drekën me ikindin, akshamin me yatsin. Një ditë नमाज़ें जमा करते थे ai vënoi namazin. मगरिब इशा इकट्ठी अदा करवाते Më pas doli, एक रोज आप i fali drekën dhe ikindin bashk, u kthye brenda. आप Pastaj doli sërish dhe fali akshamin dhe yatsin së bashku. फिर अंदर तशरीफ ले गए Pastaj tha: इसके बाद बाहर "Nesër, nëse Allahu do, do të arrini te burimi i Tebukut. फिर हुजूर ने फरमाया Derisa इंशाअल्लाह nuk do të zbardhet, mos e prikni ujin." निकल आए Rëfi, तुम इस तक dhe tha: "Mos prik askush ujin atje derisa unë të vi atje." पानी को बिल्कुल न छुए Rëfimtari tregon se dy burra वो चश्मा था kishin arritur më parë dhe kishin marrë ujë. कहते हैं फिर हमने इस चश्मे पर हम उस चश्मे पे पहुंचे Kur profeti sallallahu alaihi wasallam पहले पहुंच चुके थे erdhi, और i चश्मे pyeti: थोड़ा पानी बह रहा था "A e preket ujin?" कहते हैं कि रसूलुल्लाह Po, thanë ata. इन दोनों से पूछा Profeti sallallahu alaihi wasallam पानी को छुआ i qortoi. Pastaj urdhëroi फिर që नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को तंबीह फरमाई që të mblidhnin pak ujë në një enë. रावी कहते हैं कि फिर लोगों ने इस चश्मे से अपने हाथों के जरिए थोड़ा थोड़ा Profeti sallallahu alaihi wasallam më pas i lau duart dhe fytyrën जमा हो गया në atë ujë फिर रसूल dhe më pas ने इसमें अपने e derdhi në burim ujin. चेहरा Me njëherë burimi shpërtheu me rjedh të fortë derisa चश्मे में वापस të gjithë u ngopën me ujë. चश्मा तेजी से बहने Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Hazret Muadhit: से राव हो गया "O Muadh, फिर हजूर nëse jeton gjatë, ने हज़रत मुआज़ do ta shohësh këtë vend të mbushur me kopshte dhe pemë. की उम्र लंबी हुई
Dietari Muhammed bin Abdul Baqi Zerqani në komentin e këtij hadithi shkruan se kjo ishte një profeci hynore e cila u përmbush plotësisht. Profeti sallallahu alaihi wasallam përmendi në mënyrë të veçantë Hazrat Muazin sepse me shpallje ju bë e ditur se ai do të shkonte në Shamin dhe do të vdiste aty dhe pikërisht në atë rajon ai do të ndronte jetë pra. Ndoshta profeti sallallahu alaihi wasallam duket sikur profeti sallallahu alaihi wasallam do të shikonte Muazi këtë vend dhe ky vend do të lulëzonte. Ibn Wadah Abu Abdullah Muhammad bin Wadah, një dietar i njohur andaluzian i vitit 1990 e 287 hijri tregon, unë kam parë me sytë e mi atë vend përreth burimit të Tebukut ishte aq i mbuluar me pemë dhe gjelbërim sa mendova se kjo do të vazhdoj deri në ditën e gjykimit. Kështu ishte saktësisht siç kishte profetizuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Në librin Atlasi i jetës së profetit përmendet se Sheikh Salih, kryetari i departamentit fetar në Tebuk, tha: "Ky burim rriste vazhdimisht për gati 1400 vjet pa u ndalur. Vetëm 2 vjet më parë, kur u hapën puse të rinj në zonat e ulta, uji i burimit filloi të rriste drejt tyre dhe burimi i tyre i vjetër u tha. Më pas Sheikh Saleh në toj deri në një tub dhe aty kishte një tub dhe nga ato tuba uji dilte me presion të lartë pa ndihmën e asnjë makinerie. Kjo është bekimi i mrekullisë së profetit sallallahu alajhi wasallam që edhe sot Tebuku është një vend i begat me ujë, madje më i pasur me ujë se Medina dhe Hajberi. Duke përfituar nga ky ujë, në Tebuk janë mbjell kudo kopshte dhe plantacione, ashtu siç kishte parathënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky rajon po bëhet çdo ditë më shumë një tokë e gjelbër plot jetë. Në disa rrëfime thuhet se gjatë betejës së Tebukut profeti sallallahu alajhi wasallam caktoi Hazrat Abad bin Bishrin përgjegjës për rojen e veçantë të sigurisë. Ai dhe shokët e tij bonin rrethin e ushtrisë për të siguruar mbrojtjen e saj. Një natë ai i tha profetit, pra shkoi te profeti dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, deri në mëngjes dëgjojmë zëra të tekbirit pas nesh. A i keni caktuar edhe të tjerë për roje përveç nesh?" "Jo," tha profeti, "por ndoshta, tha, disa musliman po e bëjnë këtë nga dashuria për të shërbyer." Atëherë Hazrat Selqan bin Salama, i cili nuk ishte caktuar për këtë detyrë, tha: "Vetëm për dashurinë për profetin sallallahu alajhi wasallam e bënte këtë punë." Tha: "O i dërguari i Allahut, unë dal me 10 kalorës të mi për të ruajtur rojet e caktuar, pra për t'i ruajtur këta që janë në detyrë." Profeti sallallahu alajhi wasallam e bekoi, pra u lut për të dhe tha: "Allahu e mëshiroft atë që e mbron ata që janë në shërbim për mbrojtjen në rrugën e Zotit. Për çdo njeri dhe çdo kafshë që e ke mbrojtur, do të marrësh shpërblim sa një kirat, dhe një kirat është barabartë me rreth 2 gram ar." Në një rrëfim thuhet se gjatë udhëtimit për në Tebuk, në çdo ndalesë disa njerëz mbeteshin pas. Kur sahabët i tregonin profetit sallallahu alaihi wasallam se dikush kishte mbetur mbrapa, ai thoshte, pra sahabët thoshin: "O i dërguari i Allahut, filani ka mbetur pas." Profeti thoshte: "Lëreni, nëse ai ka ndonjë mirësi, Allahu do ta bashkojë me ne. Nëse jo, Allahu do t'ju shpëtojë prej tij." Një ditë dikush tha: "O i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Abu Dheri ka mbetur pas. Deveja e tij është bërë shumë e ngadalt." Profeti përsëriti të njëjtat fjalë, tha:
Lëreni, nëse ai ka ndonjë mirësi, Allahu do ta bashkojë me ju. Nëse jo, Allahu do t'ju shpëtoj prej tij. अगर इसमें कुछ भलाई होगी Pra ai ishte në një situatë që deveja e tij e kishte shqetësuar tejet shumë edhe ishte bërë tepër e ngadalt. Më vonë, kur Ebu Dheri e braktisi deven, mori ngarkesën mbi shpinë dhe filloi të ecte vetëm pas ushtrisë, तो वो इस पर से उतर गए pas profetit sallallahu alaihi wasallam pra. सामान Pas disa etapash, ushtria ndaloi për pushim dhe një sahabi पैदल रवाना pa dikë që po vinte nga larg, ai tha: "O i dërguari i Allahut, dikush po ecën vetëm në rrugë." Profeti tha: देखने वाले ने देखा "Kun Aba Dharr, कहा या रसूलुल्लाह qoftë Ebu Dheri." रास्ते पर कोई एक शख्स Kur u afrua, e pan që vërtet ishte ai. कुन आवाज Than, o i dërguari i Allahut, ky pikërisht është Ebu Dheri. Profeti tha: "Allahu e mëshiroft Ebu Dherin, ai ecën vetëm, do të vdes vetëm dhe do të ringjallet vetëm." Kjo profeci e profetit sallallahu alaihi wasallam अकेला ही फौत हो që ai do të mbete vetëm u përmbush pikërisht ashtu siç tha profeti në kohën e kalifatit të Hazret Usmanit, kur Ebu Dheri jetonte me familjen e tij në një vend të quajtur Rabadha, që ndodhe 3 ditë udhëtim larg nga Medina, pra rreth 96 milje nga Medina. Në momentet e fundit, ai kishte gruan dhe një shërbëtor të tij, e cila ajo gruaja pra ishte shqetësuar nga vetmia dhe mungesa e qefinit उस वक्त यहाँ कोई और बस्ती वगैरह न थी dhe इनकी वफात ajo filloi të qante. Hazret Ebu Dheri kishte thënë asaj: "Mos qaj." Më pas tha: "Un kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që अबूजर ने उनसे कहा njëri prej jush do të vdes në shkretetir dhe një grup besimtarësh do të falë namazin e tij të xhenazës." Ai gjithashtu i tha gruas. Kur profeti i tha këtë fjalë, të gjithë të pranishmit që ishim aty kanë vdekur përveç meje. कि नबी सल्लल्लाहु Asnjëri prej tyre nuk ka vdekur vetëm në shkretetir, vetëm unë kam mbetur. Andaj mos u mërzit. Pasi të vdesun, më laje trupin dhe më vendos në rrugën që të çon në Medinë. Ajo kështu bëri. Pas pak kohe, nga i drejtim, kaloi Hazret Abdullah bin Mesudi me shokët e tij, të cilët po ktheheshin nga Iraku, po vinin nga Iraku me qëllim për të bërë umra. Kur mësoi se trupi ishte i Hazret Ebu Dherit, i mbushën syt me lodhë dhe tha: "Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë të vërtetën. Ebu Dheri ecën vetëm, vdes vetëm dhe ringjallet vetëm." और रोते हुए Më pas ata e falën xhenazën dhe e varrosën aty, duke kujtuar se fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam u përmbush fjalë për fjalë, siç kishte thënë profeti në kohën e betejës së Tebukut. Një ngjarje tjetër është ajo e Hazret Wasila bin Eskas radhiyallahu anhu, i cili u bashkua me ushtrin. Ai kishte ardhur në Medinë disa ditë para betejës së Tebukut dhe ishte bërë musliman. Ende ishte në Medinë kur profeti sallallahu alaihi wasallam shpalli përgatitjen për betejën e Tebukut. ये गज़वा Nga rëfimi i Hazret Wasila bin Aska अभी ये मदीने में ही थे përcillet se profeti sallallahu alaihi wasallam në rastin e luftës së Tebukut dha urdhër publik. Ai tregon: "Unë shkova në shtëpi dhe kur u ktheva, shokët e profetit tashmë ishin nisur. Fillova të tharas në qytet: a ka ndonjë njeri që mund të më marrë me vete dhe në këmbim të marrë pjesën time nga plaçka e luftës?" साहब पहले ही Një burr i moshuar, मैंने शहर tha, Ensar ishte ai, tha: क्या कोई "Mirë, ne do ta marrim pjesën e tij dhe do ta marrim me vete dhe do ta ushqejmë dhe do t'i japim për të pirë." Unë i thash: "Po, e pranoj këtë kusht. Unë jam personi që duhet ta merrni." Ai i moshuar i tha: "Atëherë nisemi me besim në begatinë e Allahut." Hazret Wasila tregon: "Kështu unë u nisa me një shok shumë të mirë dhe Allahu na dha si begati plaçkën e luftës. Në pjesën time më erdhen disa deve shumë të shpejta. I mora dhe i qova te shoku im, ai doli dhe u ul në pjesën e pasme të deves, pastaj tha: "Prije deven drejt teje." Pas kësaj tha: "Për mua devet e tua janë shumë të mira." निकला और अपने ऊंट पर पिछली तरफ Unë i thash: "Këto janë pasuria jote, ajo që ishte kushtëzuar me ty." करके चलाओ Ai tha: "O nipi im, kjo është pjesa jote, mbaje vetë. इसके बाद Qëllimi im nuk ishte ta merrja plaçkën, por vetëm të merrja pjesë në betejë me ty." जिसकी मैंने शर्त की थी Po kështu përmendet edhe ngjarja e Hazret Abu Hajsemas radhiyallahu anhu, i cili u bashkua me ushtrin.
Ai ishte një nga sahabët që kishte mbetur pas karvanit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Duket se në ato ditë ai nuk ndodhej në Medinë. Disa ditë pasi profeti ishte nisur për në Tebuk, Hazret Ebu Haythama mbëriti në shtëpinë e tij në një ditë shumë të nxehtë. Ai pa se të dy gratë i kishin lagur me ujë strehet në pemishte, kishin mbajtur ujin të freskët dhe kishin përgatitur ushqim për të. Hazret Ebu Haythama qëndroi në derën e strehës dhe duke parë përgatitjet që gratë kishin bërë për të, tha: "Profeti ndodhet në udhëtim nën diellin përfolues, në vap dhe në erë të nxehtë, ndërsa Ebu Haythama të ulet në hijen e freskët me ushqime të mira, me gra të bukura dhe me pasuri e begati. Kjo kursesi nuk është e drejtë." Pastaj tha: "Pasha Allahun, nuk do të shkoj te asnjëra prej jush derisa të arrit tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, përgatitni për mua sendet e udhëtimit." Kështu të dyja ja bën gati gjërat e udhëtimit. Ai hipi mbi deve dhe u nis pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë pas dite, pra një pasdite në vap përvoluese, profeti sallallahu alaihi wasallam pa nga larg një kalorës që po vinte në përshkret e tir. Sipas rrëfimit të Ibn Hishamit, profeti tashmë kishte arritur në Tebuk. Ai tha: Kun Aba Haythama, qoftë Ebu Haythama ai që po vjen." Kur u afrua më shumë, sahabët thanë: "O i dërguari i Allahut, pasha Allahun, që ka vërtet Ebu Haythama Ansariu." Ai zbriti nga deveja dhe i dha selam profetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "O Ebu Haythama, pse mbete pas?" Ai tregoi gjithë ngjarjen dhe profeti bëri dua për të, duke ju lutur Allahut për mirësi për të. Hazret Muslim Audi, pra Hazret Kalifi i dytë i xhamatit, ka përmendur gjithashtu këtë ngjarje dhe shkruan: "Në histori përmendet se kur profeti sallallahu alaihi wasallam u nis për në Tebuk, disa sahab mbeten pas. Ndërta ishte edhe Ebu Haythama. Ai ishte shumë i devotshëm dhe as që e kishte menduar se do të mbetej pas. Por kur u dha urdhri për të dalë në luftë, ai nuk ndodhej në shtëpi. Kur u kthye, e gjeti gruan e tij duke e pritur si dikush që dëshiron të bisedonte me të. Ai e injoroi këtë dëshirë të saj dhe e pyeti: "A është nisur profeti?" Sallallahu alaihi wasallam. "Ulu pak," i tha ajo. Ai u përgjigj: "I dërguari i Allahut është nisur për luftë e unë të qëndroj duke pushuar në shtëpi? Ebu Haythama kur nuk mund të bëj diçka të tillë." Me një herë përgatiti kalin dhe u nis në të njëjtën rrugë që kishte marrë profeti sallallahu alaihi wasallam. Hazret Muslim Audi përmendi kalin këtu, kurse në disa rrëfime përmendet për deve. Ndoshta është në gabimisht për kalin, po ose ndoshta ka rrëfime për të dyja kafshet. Sidoqoftë, ai përgatiti mjetin e udhëtimit. Pas një udhëtimi teje të gjatë dhe raskëpitës, ai arriti te ushtria e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur sahabët pan nga larg një re pluhuri që ngrihej, filluan të hamendësonin se kush mund të ishte. Në atë çast, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Kun Aba Haythama." U bëft Ebu Haythama ai që po vjen. Sigurisht, kjo nuk nënkuptonte që kushdo që vinte të bëhe Ebu Haythama. Kuptimi ishte: uroje që ky që po vjen të jetë Ebu Haythama. Këtë Hazret Muslim Audi radiallahu anhu shpjegon në librin e tij Tafsir e Kebir. Po në Tafsir e Kebir, pra ky rrëfimi i parë ishte nga Tafsir e Kebir, edhe ky tjetri që do t'i sjell për shpjegimin e fjalës kun është përsëri nga Tafsir e Kebir. Ai thot që duhet ditur se fjala kun në arabisht përdoret jo vetëm për urdhër, por edhe si folje në mënyrën dëshirore. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u nis me ushtrin drejt Shamit, Ebu Haythama ishte një sahab që gëzonte shumë besim dhe dashuri nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Profeti e dinte se ky njeri nuk mund të tregonte neglizhencë ndaj detyrave të tij. Kur ushtria ishte larguar nga qyteti, profeti vuri re
se Ebu Haythama mungonte dhe ndjeu keqardhje, duke menduar kisha kaq shumë besim tek ai dhe ai u vonua në këtë xhihad. फासले पर जा पहुंचे Në atë qast, dikush tha, o i dërguari i Allahut, një person po vjen nga pas. Profeti pa drejt të saj ane dhe tha, kun Aba Haythama, qoftë Ebu Haythama ai që po vjen. Kur pluhuri u largua dhe njeriu u afrua, u pa se vërtet ishte Ebu Haythama. Atëherë profeti lavdëroi Allahun që ja plotësoi dëshirën kaq shpejt. Tani fjala kun këtu nuk nën kupton një urdhër që kushdo që po vinte të bëhe Ebu Haythama, por u përdoret si një folje në mënyrën dëshirore, pra uroj që të jetë ai. Në arabisht kjo është një shprehje e njohur që përdoret për të shfaqur dëshirë. Për ajetin që është komentuar, unë vetë nuk e kam lexuar, por sidoqoftë u dha shpjegimi i fjalës kun. Pjesën tjetër inshallah do ta sjell në hutbet e ardhshme. Sa i përket sulmit që ndodhi në xhaminë e Rabwas, lutuni për të plagosurit, që Allahu t'i mbrojë ata dhe t'u jap shërim të plot e të shpejt. Lutuni që Allahu t'i bëjë të dështojnë të gjitha planet e kundërshtarëve në Pakistan. Edhe sot në Rabwa të Pakistanit po mbahet një tubim në emër të Khatme Nabuetit, ku mullat po shpifin gjithçka që kanë për të shpifur. Ndoshta deri më tani ka përfunduar mitingu i tyre. Allahu i ruaj të gjithë nga e keqja e tyre. Po kështu edhe për ahmedianët e Bangladeshit lutuni. Edhe atje duket se kundërshtarët kanë synime tepër të liga. Allahu i ruaj të gjithë ahmedianët edhe atje. Lutuni edhe për palestinezët që Allahu t'i mëshirojë dhe t'i shpëtojë nga barbarët. Sa për armëpushimin që përmendet, ai është vetëm me emër. Ngjarjet e 2 ditëve të fundit e kanë dëshmuar qartë se ishte vetëm një armëpushim me fjalë boshe. Allahu i shpëtoft të shtypurit dhe i ndëshkoft shtypësit. उन्होंने साबित कर दिया है कि सिर्फ नाम की जंग बंदी थी। अल्लाह ताला इन मजलूमों को जुल्म से बचाए और जालिमों की पकड़ करे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر